Qeveria synon që brenda këtij viti të mbyll të paktën 10 kapituj sa i përket procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në një dalje për mediat pas mbledhjes së qeverisë, zëvendës kryeministri Albana Koçiu theksoi se konferenca e 8 ndërqeveritare tregoi qartë se objektivat e vendit ton janë të arritshëm. Jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do të janë kushtet përmbyllëse. Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Numri 2 i qeverisë, gjatë deklaratës për mediat, ironizoi dhe opozitën, që sipas saj kanë hedhur pretendime të pavërteta për ngecje të procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Union. Dhe të gjitha këto janë thjesht aludime të opozitës dhe të atyre që në fakt e njollosin dhe përbaltin Shqipërinë për ditë, por që për fat keq nuk ja dolën dot dhe për fat mirë ne jemi këtu ku jemi sot, jemi duke diskutuar dhe duke negocuar për t'i mbyllur kapitujt brenda kësaj dekade. Për të përparuar me procesin e negociatave, Këshilli i Ministrave miratoi 2 vendime për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm 2030, si dhe partneriteti strategjik me agjencitë e OKB.